Certifikimi i rezultateve duhet të ndodhë brenda afateve të parapara ligjore. Do thotë nëse Gjykata Supreme nxjerr vendimin ku nuk kërkon veprime shtesë nga ana e KQZ-s në këtë rast apo PZAP-s, atëherë certifikimi i zgjedhjeve duhet të ndodhë brenda kësaj periudhe kohore deri në fund të javës. Dhe jo domosdoshmërisht duhet të pritet për vendimin e Gjykatës Supreme afati i parapam ligjor dhe kjo mund të shpije deri te një certifikim edhe më i hershëm i zgjedhjeve. Afatet janë orientuese, jo detyrimisht duhet të presim pas certifikimit të zgjedhjeve duhet të presim afatin 30 ditore, do thotë në ditën e 30 të konstituohet kuvendi. Kjo mund të ndodhë më njëherë pas certifikimit të zgjedhjeve, më njëherë presidentja, ushtruesja e detyrës së presidentes mund të marrë veprime të thras seancën e konstituive të kuvendit, ku pastaj janë procedurat në bazë të rregullores së Kuvendit të Republikës, procedura ku 5 ditë para mbajtjes së kuvendit kryetarja e kuvendit legjislaturës paraprake duhet të mbledh përfaqësues të partive parlamentare apo kryetarët e partive parlamentare që të përcaktoj agjenden e seancës konstituive të kuvendit. Do thotë rendin e ditës së seancës së konstituive të kuvendit, ku sipas nenit 8 të rregullores së kuvendit e konfirmuar edhe nga aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese, ky proces është proces procedural, pasi që ai nuk mund të tjetërsohet nga ana e kryetarit të legjislaturës kaluar. Do thotë seanca konstituive në rendin e ditës e ka formimin e komisionit të përhershëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve, vetimin e deputetëve, zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe zgjedhjen e nënkryetaritëve të kuvendit. Dhe kjo duhet të ndodhë brenda 30 ditëve afat kohor sipas legjislacionit në fuqi. Së pari duhet ta presim certifikimin e rezultateve. Certifikimi i rezultateve duhet të pres për trajtimin e ankesave dhe më pastaj ka humbur kohë të kemi komunikimin dashur të ndodhin deri me tani, duhet të ndodhin edhe gjatë kësaj jave deri në certifikimin final të zgjedhjeve. Dhe po shpresoj që këto ka ndodhur mirë po prapa dyert të mbyllura apo do të ndodhin gjatë kësaj jave.